Ervis Martina, i fatit të cilit nuk dihet prej gushtit të vitit 2022 dhe për këtë shkak ditën e mërkur babai i tij Mustafa Martinaj kërkoi zyrtarisht nga gjykata e Lezhës shpalljen si të zhdukur të dobirit. Sipas ligjit, një person mund të shpallet i zhdukur me vendim gjykate nëse mungon nga vetbanimi i tij dhe nuk ka pasur asnjë lajm për të për më shumë se 2 vite. Nëse gjykata vendos për shpalljen e tij të zhdukur dhe për Elvis Martinaj nuk do të ketë asnjë informacion në harkun e 4 viteve të tjera, plotësohet kufiri ligjor kur familjarët mund t'i drejtojnë gjykatës për një tjetër hap, shpalljen e tij të vdekur. Gazetari Elton Qyno tha se tashmë ai rezulton i zhdukur dhe do të pushohet edhe hetimi pasuror ndaj tij. Ka një vendim gjykata se është i zhdukur dhe hetimi pasuror ndaj tij që ka nisur në prokurorinë e posaçme sjell pushimin e procedimit. Kërkesa e familjes së tij është kërkesë procedurale për arsyeën e zhdukjes së personit që po bëhen 3 vite që është zhdukur dhe në këto kushte familjarëve u lindte drejta brenda një afati kohor që t'i drejtojnë gjykatës me një kërkesë duke kërkuar që përmes një vendimi familjari i tyre të deklarohet i zhdukur që më pas ky vendim gjykate të çohet në prokurorinë e posaçme ku i ka 2 çështje por edhe në gjendje civile të Bashkisë Kurbin për regjistrimin e tij nga gjendja civile dhe kalimin e aseteve trashëgimore që shkojnë tek familja e tij, u shpreh gazetari.